Pra, lajmi shumë i mirë është që nuk kemi asnjë raportim për raste për sëmundje të qytetarëve, të konsumatorëve nga Instituti i Shëndetit Publik, nga spitalet, nga kushdo qoftë tjetër. Yes, kemi. Dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe që duhet përshëndetur dhe që duhet ta vlerësojmë. Kjo do të thotë se masat e marra kanë funksionuar, alerti i bërë ka qenë i duhur, ndonë se u morën shumë përgjegjësi ndoshta nga autoritetet dhe kushdo që e bëri këtë punë. Por gjë e më rëndësishme është që konsumatori nuk ka pasur kosto, pasoja, konsekuenca nga kjo gjë. Gjëja e dytë që do të doja të thoja në kuadër të përgjithshëm, me qenë se ma drejtove pyetje në këtë mënyrë dhe unë e vlerësoj shumë këtë gjë, sepse është shumë e rëndësishme, është që neve në fakt me këtë që kemi bërë, pa diskutim kemi bërë mirë sepse kemi shpëtuar konsumatorin nga konsekuenca, por duhet vlerësojmë që kemi bërë edhe goxha dëme me komunitetin e biznesit, sepse mbas një emisionit para 2 ditësh, mua më erdhën disa mesazhe dhe njëri ndër operatorët më të rëndësishëm të sektorit mishit, i cili thoshte: Alban, të lutem, bëni ç'mund të bëhet që të mbyllet kjo histori, se kanë rënë shitjet në 5%.